garë maraton prej 5 ditësh afërsisht, si e pat në rolin e një aktori profesionist? Atëre, duhet të them në parë që unë me Klajdin, sidomos kemi pasur fatin që kemi parë shumë festivale. Kemi marrë pjesë në shumë festivale brenda dhe jashtë vendit. Dhe e them pa frikë sepse festivali Apollon është nga festivalet më të organizuar. Jo përveç organizatorëve që bëjnë jashtëzakonisht mirë punën, por edhe për faktin që ne kemi një spektator të mrekullueshëm, siç është spektatori fjerar, që ndjek festivalin hap pas hapi. Asnjëherë salla nuk mbetet bosh. Do të thënë salla është plot, dhe kur shikon sallën plot, që po të them kur ishim në para 4-5 muajsh në Itali, ata e kishin problem shumë spektatorit. Zhvilloi festivali dhe s'kishte spektator, kishte shumë pak. Ndërsa ne kemi arritur atë pikën kulmore, në atë pikën e nxehtë që spektatori jonë mezi e pret këtë festival, i cili sapo vjen dhe ka ritme të shkëlqyera, ka cilësi të mrekullueshme, me përjashtime të vogla si vjet një 2-3 gjëra që mund të rregulloheshin nga selektori, por po them që ishte një festival që u prit nga spektatori dhe dëgjoja me kënaqësi, s'ka rëndësi për këtë pjesë apo për atë apo për këtë, por dëgjoja që spektatorët kënaqeshin që kishte një aktivitet mrekullueshëm fier, siç është festivali Apollon. Dhe unë them që ky festival tashmë që u bë ndërkombëtar, duhet të ketë natyrisht prurje më të mira, duhet të ketë cilësi më të mira artistike, që ne, aktorët e qytetit tonë, ose aktorët shqiptar, të kenë që të mësojnë nga ata dhe ata të kenë që të mësojnë nga ne, të shohin nga ne. Sepse nuk duhet ta nënvlerësojmë veten, se në fundit edhe ne kemi një shkollë të shkëlqyer aktrimi, ku kemi aktorë të mrekullueshëm, pa çka se ne kemi qenë të izoluar nga bota, por mund të them pa frikë që kemi aktorë të mrekullueshëm. Dhe këtë e treguam edhe në festival, ku pjesa jonë u prit jashtëzakonisht mirë, pa çka pasaj se nuk u morën çmimet e tjera. Më lejoni të mbështes pak fjalën e Fatmirit. Në lidhje me problemin e publikut, ne madje në Itali, kur ishim, u bë një konferencë shtypi, ku bë një bisedë midis të gjithë të ftuarve që ishin regjizor dhe aktorët kryesor që ishin të ftuar nga vendet ku merrnin pjesë. Dhe aty isha edhe unë me Fatmirin të ftuar në këtë bisedë, ku edhe ne të dy kemi diskutuar, morëm fjalën dhe diskutuam. Dhe ishte vërtet një nga problematikat dhe ne sollëm shembuj shqiptar, shembuj që sigurisht edhe tek ne ka rrjedhjen për pamjet publikut, por është ajo që tha Fatmiri që ne festivali ynë për shembull është vërtet është shembull, një nga shembujt më kryesor do të thosha në pikpamje të teatrit në Shqipëri, i cili publiku ynë është për t'u lavdëruar, për t'u falendëruar dhe kjo tregon kulturën e qytetit tonë. Po, ishin në të gaboj 8 trupa teatrore. Po. 2 kosovare, 3 të vendit dhe 3 të huaja. Si u përzgjodhen këto trupa? Sepse po, ka selektor. Le të themi që edhe në Shqipëri ka plot trupa të tjera që mund të angazhoheshin. Po, por festivali si vjet, ka një filozofi. Sepse nuk mund të bëhet asgjë pa u nisur nga një lloj filozofie, nga një lloj logjike se si do të funksionojë. Atëherë, festivali ndërkombëtar Apollon si vjet, duke kaluar pa ndërkombëtar, filozofia jonë është e tillë. Pra, jo një filozofi klasike e ndërtimit të një festivali, dhe për këtë kemi biseduar me zotin Fran, me bordin, me bashkëpunëtorët tanë. Pra, filozofia, edhe me Fatmirin kemi diskutuar disa herë më parë. Domethënë, filozofia jonë është e tillë. Pra, ne si vjet bëm hapin e parë. Sigurisht, bërë në këti hapi, gjithmonë kur ka një hap të parë, mund të ketë defekte, mund të ketë probleme, në mënyrë të pa diskutuar, nuk ka asgjë të mrekullueshme.